Pas paraqitjes së tyre të përbashkët që surprizoi publikun në emisionin e tij, Nora Estrefi dhe Robert Berisha kanë konfirmuar zyrtarisht rikthimin e tyre në bashkëpunim profesional. Ish çifti i njohur i skenës muzikore shqiptare ka treguar se pavarësisht historisë personale, raportet mes tyre tashmë janë të maturuara dhe të bazuara në respekt ndërsjellë. Atmosfera në studio gjatë emisionit u karakterizuar nga energji pozitive, batuta sportive dhe një performancë live e shoqëruar nga Robbie Band, e cila u prit mjaftin nga publiku. Interpretimi i tyre i përbashkët u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë djegës e panë se një moment nostalgjik, por edhe si një shenjë të një bashkëpunimi të mundshëm në të ardhmen. Me sa duket, ky moment ka shërbyer si piknisje për një etapë të re në marrëdhënien e tyre profesionale. Së fundmi në rrjetet sociale ka nisur të qarkullojë posteri i zyrtarit që konfirmon se Nora Estrefi dhe Robert Berisha do të performojnë bashkë me 2 janar në kuadër të festave të fundvitit. Ky lajm ka ngjallur interes të madh tek publiku, i cili pret me korreshtje rikthimin e tyre në skenë si koleg. Ky bashkëpunim shënon një kapitull të ri për 2 artistët, të cilët duket se kanë lënë pas çdo barrierë personale për të fokusuar tek muzika dhe argëtimi i publikut. Përtej se shkuarës së tyre si çift, Nora dhe Roberti po tregojnë se profesionalizmi dhe pasioni për skrenën mund të bashkojnë edhe rrugë që dikur janë ndarë.